Ju pëlqeu rruga? Po, rruga re ki fjalën. rrugën e re. Pa mas që fantazisht, e kjo është shumë e afër tani. E shkurton rrugën. Shkurton rrugën. Në shush fantazisë, unë kom pa mes, jam konë ko pandemie 2 vite, e kom pa që po punohet. Po rrugën se kom pa. Tani ne jemi gati. Tani si ky vit i parë që e shkela. Tani edhe pejsazhin që po ta jip, ke ka po vishë rrezmalit, ish fantazi. Dhe në vjezor kur thojnë, jam prej Kosovës, të me thonë prej Zeni, prej Pirane fshatit. Shqiptar, nga prej Zeni, Pirane prej Zenit, një. Më në vjezor kur thojnë shqiptar të Kosovës, shqiptar, po, shqiptar një jemi. Ju nga vini zotri? Ne jemi Pigilonit, Kosovës. Ju pëlqeu rruga? Shumë. Ka shkurtu e ka bërë fantazinë në diçka. Ja zakonisht shumë. Unë dalët ke balkoni aty? Po, unë dalëm, shumë mirë. Rruga është shumë e mirë. Ta në të mirët i ka për zoten. Se thojnë, unë e kam bëha për shemë, kam shku për qef, me hani direkt për qef, knaqesh. Ka shkurtu rrugë shumë. Nëse me shku e ne ka Shkodra, le Shkodër, ta që i vinë për Shkort vinë. Ju vini nga? Nga Mitrovica. Të pyes pak për rrugën e re, për shkruat sot erdhën nga rruga e re? Kam ardhur, po, edhe herat vizër që vinë nga rruga e re. Si ju duket? Shumë fantastike, i lumë të Tiranës. Panorama me vizituesit për 5 minuta, 10 minuta s'ka personale, po është me shiju edhe me sy. Edhe me shfrytzu detin, edhe me pa rrugën, edhe me pa natyren, edhe me pas knaqësi, gjitha.